është se këtu në parlament sot nuk mund të kishte as edhe një çështje tjetër përveç imunitetit të Lubi Ballukut. Sa do ta shtyni ju, unë ju garantoj që forcë në botë që ta mbroj atë edhe krimet e saj nuk ka. Ajo është një hajdute që ka vjedhur shqiptar me Edi Ramën dhe vetëm qindra milion dhe miliarda. Ajo është një super bandite që ka përdor bandat më të rrezikshme, ka përdor elementet më kriminal për të kërcënuar punojësit e prokurisë dhe institucionit të akuzës. Dhe asaj i dini zot ju, se jeni mekatar. I dini zot, nuk them se secili për jush është mekatar, po ju udhëhiqi nga bandit, nga kriminal. Lubia është një çështje ndërkombëtare. Absolutisht është një çështje ndërkombëtare. Përgjithësa Shqipëria ka përzgjedhur rrugën e integrimit dhe